Përshëndetje, jemi ish Radio Singjellja, si çdo javë jemi në studio me zotin Miron Çako dhe sot do diskutojmë për inteligjencën artificiale. Miron, apo krijon inteligjenca artificiale besime fetare dhe a mund të krijojë shpirt në të ardhmen? Tema që keni zgjedhur është interesante dhe ku dëgjova dhe pash diku që inteligjenca artificiale po nxjerr një fe të re. Feja e inteligjencës artificiale. Pra është një problem që po diskutohet sot në botë dhe edhe dëgjova dhe pash dje që Bill Gates thoshte që vetëm 3 profesione do të mbeten në botë: botanisti, ai energjetikës dhe programuesit, dhe gjitha do zëvendësohen nga inteligjenca artificiale. Pra, kemi një progres agresiv të inteligjencës artificiale në të gjitha funksionet njerëzore, por njerë më pyeti dikush, po detyrën e priftit e mund ta bëjë inteligjenca artificiale. Pra mund ta zëvendësoj priftin, dhe këtu dalim tek pyetja juaj. Pra, a mund të bëjë inteligjenca artificiale detyrën e teologut dhe të priftit ose të institucionit fetar? Jo. Pse? E parë do dim që inteligjenca artificiale punon me algoritme, do të thotë që ajo ka informacione të marra nga njerëz, sepse nga njeriu është krijuar, dhe nëpërmjet këtyre algoritmeve ajo na jep një shpejtësi të informacionit. Dhe kjo është gjë e mirë nëse ne e përdorim për këtë gjë, të marrim një informacion të shpejt nga një, si them, bibliotekë të madhe, dije, dhe ta përdorim. Por inteligjenca artificiale është një fraksion i njeriut, sepse ajo punon vetëm me inteligjencë. Njeriu ka inteligjencë, që është nous, mendja, që është pjesa më e thellë e shpirtit, dhe nëpërmjet mendjes njeriu komunikon dhe me Zotin. Por nuk ka vetëm mendje njeriu. Njeriu në pjesën shpirtërore ka dhe ndjesi të tjera, ka ndërgjegjen, ka dhe dashurinë. Që këto nuk i ka inteligjenca artificiale. Derisa nuk i ka këto inteligjenca artificiale, atëherë nuk mund të fokusohemi vetëm tek dija. Sepse një dije pa dashuri dhe pa përurësi dhe pa një kontroll moral mund të çojë në regres. Si themi në gjendje demoniake, sepse ne dim nga shkrimi i shenjtë që edhe krijesa angjëllore, Eosfori, që ishte një nga krijesat më të ditura që krijoi Zoti dhe dinte nga shumë të fshetat e Perëndis, që është kulmi i diturisë, prap duke u mbështetur vetëm tek dija, pa përurësinë, ra nga krenaria dhe themi neve është i zgjuar po si shejtan, si djallë, domethënë. Pra, nëse ne do mbetemi vetëm tek dija, por pa ndjesitë e tjera të shpirtit, që janë rregulator të dijes, atëherë inteligjenca artificiale mund të bëhet një bumerang. Dhe kjo lloj feje që kërkon të bëjë inteligjenca artificiale, patjetër që nuk është fe reale dhe fe e Zotit, ose atë çfarë institucioni kishtar, si them, e jep e dëshmon me vepra dhe fjalë tek njerëzit. A duhet që ne si besimtar të shqetësohemi kur dëgjojmë lajme të tilla, Miron? Patjetër, sepse ku ka zënë nuk është pa gjë, thonë një fjalë, domethënë unë besoj se ka një lloj agjente. Në vetvete inteligjenca artificiale nuk është as e mirë as e keqe. Kisha gjithmonë, si them, i përshëndet arritjet e teknologjisë, kur ato kanë brenda tyre etikën. Në qoftë se shkenca kalon gardet e etikës, do thot gardet e etikës, kur shkenca nuk mendon për mirëqenie njerëzore, por thjesht për egon e njeriut, për të matur me të gjithë pushtetshmin, si ishte edhe kulla e Babelit, gjithmonë përsëritet kulla e Babelit. Ata ndërtuan një kull me tulla, po sot njeriu kërkon të ndërtojë teknologjinë, që ti thot Zoti që ne bëjmë edhe pa ty, kjo është kulla e Babelit. Ose kur teknologjia përdoret në dëm të vetë racës njerëzore për ta seleksionuar atë, ose në dëm të krijesës, patjetër që ajo bëhet e dëmshme, bëhet një bumerang në vetë njeriu që e krijoi. Dhe ky është problemi që ka sot. Pra, në fillim inteligjenca artificiale u duartrokit, po sot
po shikojmë problematikat që e kanë nxjerrë dhe tani po mblidhen për të parë dhe kontrolluar inteligjencën artificiale në të gjitha formatet e saj, në informacionet që i jep, dhe aq më tepër tani, siç thash, po del edhe ideja e fesë që ka nxjerrë inteligjenca artificiale. Dhe kjo nuk është diçka kështu e sajuar, sepse në algoritmet e saj ata kanë nxjerrë një lloj feje, që thonë që kanë edhe profetët e tyre, pra ka një vetë zhvillim inteligjencë artificiale nëpërmjet algoritmeve dhe kërkon të nxjerrë fenë e vet. Kjo nuk është rastësore. Në shkrimin e shenjtë ne dim në librin e zbulesës, po dhe në ato çfarë tha Krishti dhe apostujt, që njerëzimi do shkojë drejt një kulmi edhe të zhvillimit teknologjik, por që pa etik, dhe kjo do sjellë vetë shkatrimin e njerëzit. Shën Danieli në profecinë e tij thotë që në fund dia e njerëzve do shtohet shumë, por do bëhet në dëm të njerëzimit. Dhe ne dim që në fundin e kohërave do shfaqet ai që quhet Antikrisht. Shën Johani në letrat i thotë që fryma e Antikrishtit është në veprim. Kush është fryma e Antikrishtit? Fryma e Antikrishtit është çdo gjë që mohon Krishtin si Zot shpëtimtar në mesazhet e tij dhe në veprat e tij. Dhe çdo fe që konkuron çfarë bëri dhe tha Krishti. Kjo është fryma e Antikrishtit. Që me ardhin e Krishtit deri tani, kjo frymë ka ekzistuar dhe ka nxjerrë të gjitha formatet e saj, personazhet e saj. Por në fund kjo do konkludoj edhe me një person që do shfaqet si një lider politiko-fetar, ekonomik, social, shpëtimtar i botës, i cili do ndihmohet nga teknologjia. Mund të prodhohet ndoshta nga teknologjia? Jo, nuk do prodhohet, do ndihmohet, ai do jetë një njeri real, por që do ndihmohet nga teknologjia për që një pranishëm kudo dhe për të manipuluar masat dhe turmat. Prandaj, unë e shikoj kështu progresin. Aq më tepër kur kërkojmë të nxjerrim një fe tani të inteligjencës artificiale që konkuron fen hynore, të dëshmuar në dhjetën e vjetër nga Zoti nëpërmjet profetëve, në dhjetën e re nga Krishti nëpërmjet apostujve, atëherë këtu po fillon konkurenca ose po shfaqet kjo agent e fshehur që deri tani nuk e kishte bërë të mundur sepse mungonte teknologjia për të manipuluar turmat. Pse e them këtë? Sepse njerëzit sot ju duket feja monoteiste, besimi në një Zot, si një fe e prapambetur ose një fe e primitive. Sot për shembull, po nëse je i interesuar, shikojmë një lloj feje që ka ardhur nga inteligjencat përtej tokës, që quhen këto alienët. Po, kam dëgjuar. Po, dhe po të shikojmë alienët, është në thonjza, që janë ose UFO-t, objekte të pa identifikuara, që shkencërisht nuk pranohen, por njerëzit pretendojnë se kanë parë, kanë komunikuar me ta. Dhe sot po ndërtohet ose është krijuar një fe që quhet ufologji. Ufologji do të thotë feja e alienëve. Çfarë thon alienët? Alienët thotë që ne nuk besojmë në një Zot krijues të gjithë të dukur e të padukur, po besojmë në universin. Po na kthejnë materializmin. Po e bëjnë materin një Zot. Tani, po na del feja e AIs, që nuk besojmë më tek një Zot krijues i gjithë dukur, po besojmë tek algoritmi i inteligjencës. Por kush e krijoi këtë? E krijoi njeriu. Pra po besojmë te njeriu Zot, jo tek Zoti njeri. Shikoni se sa me dinakri vepron fryma e Antikrishtit për t'i larguar njerëzit. Dhe çfarë ndodh sot? Sot njerëzit për shembull e shfrytëzojnë inteligjencën artificiale, bëjnë mirë që e shfrytëzojnë sepse për këtë është dhënë. Por në qoftë se do t'i besojmë 100%, çfarë ajo na jep dhe na afron, këtu është gabimi. Dhe duhet kesh një dije, ti jesh një specialist në një farë mënyre për të parë ku thotë të vërtetën dhe ku devion. Po jo të gjithë njerëzit e kanë këtë aftësi, dhe kanë këtë dije për të dalluar të vërtetën nga gënjeshtra që ndan ndonjëherë shumë e hollë. Dhe nëse ne do besojmë asaj 100%, dhe do marrim motamo ato çfarë na jep inteligjenca artificiale, atëherë ai po bëhet një Zot i ynë. Në fillim kjo na duket pak si lojë.
themi ne kontrollojmë atë, por në qoftë se do t'i nështrohemi vazhdimisht të marrim informacion dhe nuk do ta klasifikojmë dhe ta sitim në atë çfarë neve dim, atëherë kjo do të bëhet një fe e re që njerëzit nuk do komunikojnë më me Zotin, nuk do kenë më nevojë për institucionin, as për njerëzit, por do përqendrohen te inteligjenca artificiale. Çfarë thotë? Kjo po ndodh në shkencat e tjera. Për shembull dhe në mjekësi. Njerëzit nuk shkojnë të kontrollojnë tek mjeku ose tek shkenca e mjekësisë, hapin, googlojnë, kam këto simptoma, inteligjenca artificiale thotë bëj këtë. I bin shkurt. Po kjo ndodh gjatë. Kjo mund të ketë pasoja. Sepse gjithmonë mjekët na thonë një gjë, që vërtet ilaçi është për këtë sëmundje, por jo çdo sëmundje mund të marrë të njëjtin ilaç në të njëjtën formë. Prandaj këshillohet kontakti me mjekun. E njëjta gjë është edhe këtu. Ne mund të marrim informacione të përgjithshme në lidhje me hynin, me parimet, po nuk mjafton vetëm kjo, që ne të marrim në mënyrë të ftohtë dhe digjitale këto njohuri. Ne duam një komunikim jo thjesht virtual, personal, si me institucionin dhe me personin. Për shembull, ne vim tani te marrëdhënia me Atin Rrëfys. Pse kisha ka vendosur komunikimin me Atin Rrëfys? Dhe nuk e ka lejuar, ose jo se ka lejuar, në kish pranohen të dy llojformat e rrëfimit, si drejt për drejt me Zotin, edhe në mënyrë personale me Atin Rrëfys. Por kisha thot, me probleme serioze, ti duhet komunikosh me Atin Rrëfys. Jo se Ati Rrëfys është një Zot që fal mëkatet, por është një njeri si ty dhe si mua, i cili ka përvojat e tij, të mira dhe të këqija, ka ngritjet dhe rënjet e tij, dhe në këtë komunikim, jo vetëm neve rrëfejmë mëkatet, po marrim një guid, sipas eksperiencës kishit, për të mos rënë ose për devijuar një mëkat ose për të shëruar nga një pasojat e një mëkati. Dhe mbi të gjitha, kisha e nxitë nëpërmjet Zotit, si tha apostujve, atë që do ja falni njerëzve Perëndia do t'ja falë, dhe atë që nuk e falni nuk do e falë, sepse kultivohet përurësia. Pra, nuk kemi vetëm dije, po kemi përurësi, kemi dashuri, kemi ndërgjegje, të gjitha këto formojnë atë që quhet qenia njerëzore. Por këto nuk i ka inteligjenca artificiale. Inteligjenca artificiale ka vetëm njohurin, ka vetëm dije. Është përmbledhje e njohurive që janë her pas here në internet. Aty është një kosh. Duhet dish një është, inteligjenca është një kosh që merr informacion dhe e bën algoritmet me shkak të algoritmave të jep informacionin shumë shpejt. Por un kam bërë eksperimente dhe ajo jo gjithmonë të jep atë çfarë është e saktë. Po, nëse ti thua 3 herë që 1 + 1 bën 4, ajo e thot ok, 1 + 1 bën 4. Dhe kam provuar. Dhe ta thot, domethënë të përshtatet ty, por pra këto janë eksperimente për të na treguar neve që nuk duhet besojmë verbërisht. Dhe nuk do të them një Zot tani teknologjin ta bëjmë një Zot. Ky është gabim. Kjo është një kull Babeli moderne. Okej. Çfarë e bën njeriu të veçantë dhe unik përballë krijimit të vet? Shiko, njeriu është nga të gjithë krijesat që ka krijuar Perëndia, edhe qiellore, kur flasim qiellore, inteligjenca qiellore, shpirtërore, dhe nga ato që është krijesat materiale, njeriu është sipas ikonës Perëndis, është kurora e krijimit. Dhe jo vetëm ikone e Perëndis, që ka inteligjencë, ka aftësi për dashur, ka aftësi për të krijuar, ka aftësi për të sunduar, kjo është ikona. Por njeriu ka potencialin që në bashkëpunim, në sinergji me hijen e Zotit të bëhet i ngjashëm si Zoti. Një Zot në miniaturë. Dhe për këtë u krijoi njeriu. Pra, të reflektoj Zotin në botën fizike. Dhe bota fizike duhet di se është një pasqyrim i botës shpirtërore. Por njeriu tashmë u krijuar i tillë nga Zoti, por u krijuar dhe i lirë. Që do të thotë ka përgjegjësinë se si do ta përdori atributet që i ka dhe Zoti. Do i përdori për lavdinë e Zotit, në sinergji me Zotin, dhe gjithë veten dhe krijimin ta çojë tek Zoti dhe ta hynizoj veten dhe krijimin, ta bëj të pavdekshëm dhe të përjetshëm, ose në të kundërt do bëj veten Zot. Ktu gaboi njeriu i parë. Që njeriu mendoi se bëhet Zot nga vetvetja, ose bëhet Zot duke u ju falur dhe konsumuar materin, ose duke shtuar dijen. Këtu vim tek ajo. Njeriu hëngri frutin e dijes. Se mendoj se dija
do ta bëj të pavdekshëm. Ja ku vim prap. Po rikthehet përsëri tundimi i parajsës, i kopshit e denit. Pra sot inteligjenca artificiale na thot, po që të ditur dhe po mësua dje, ju jeni të pavdekshëm. Ju mund të bëni gjithçka, ju mund të sfidoni dhe vetë Zotin. Por kjo është një gënjeshtër shumë e madhe, se kur dështoi Adami, që ishte një krijesë e përsosur, me potencial 100% intelektual, truri Adami punonte 100%. Ne nuk e imagjinojmë dot. Se si gjithë krijesa i bindej atij dhe ai thuhet në Shkrimin e Shenjtë, sepse shumë njerëz e lexojnë Shkrimin e Shenjtë si një roman, po aty çdo fjalë ka një kuptim shumë të thellë, aty thuhet që njeriu i dha çdo emër krijesës. Dhe emri i krijesës tregonte përmbajtjen dhe funksionin që kishte ajo krijesë. Pra, ishte puna intelektuale që bënte njeriu në kopshin e Edenit, nuk jo punë fizike. E para ishte punë intelektuale. Pra njeriu është një qenie mendore. Por nëse neve do bëjmë atë çfarë bëri Adami, që duke u fokusuar vetëm tek dia, duke u ndarë nga Zoti dhe nga bindja tek urdhrat e Perëndis, mos ha, ose haja atë kur të urdhroj unë, atëre ne do të bëjmë atë që bëri Adami, që kjo nuk i solli pavdeksin, po i solli prishjen e inteligjencës, njeriu, si them, humbi orientimin intelektual, ai humbi dhe orientimin ndaj Zotit, krijoi zota të rrem, bëri materien Zot, ju fal diellit, ju fal ënëve, ju fal yjeve, ju fal kafshëve, ju fal vetes. Dhe solli vdekjen, si shpirtërore dhe trupore. E njëjta gjë do ndodhi dhe sot, nëse ne do vazhdojmë me këtë ritëm që ta bëjmë inteligjencën artificiale një Zot, ose të ushtrojmë fen e inteligjencës artificiale. Do me thënë ti nështrojmë informacionin që ai na jep. Inteligjenca artificiale po zhvillohet, po ne pse duhet të trembemi? A është në krizë besimi? Nuk është se duhet të trembemi, duhet kemi kujdes. Kujdes. Pra, inteligjenca artificiale, ta thash, në vetvete nuk është as e mirë as e keq. Është një thikë që ti ke në dorë. Po varet se ti e përdor. Thikën mund ta përdorësh edhe për të prerë bukën, dhe për të bërë njerëz. Për të bërë një shërbim solidar për vete, për ushqyer veten dhe të tjerët, ose për vrarë dhe një person. Kështu që inteligjenca artificiale që ne kemi sot të gjithë në përduar, kemi mjete pune, se nuk është gabim, por varet si e përdorim neve. Pra, çështja është gjithçka përdorimi dhe duhet etika. Etika janë gardhet që vendos, si them, jo vetëm kisha, por dhe shkenca, gardhet etike që nuk duhen kaluar. Pra, në qoftë se ajo bëhet një Zot në vetvete, çfarë do të thotë fjala Zot? Që do të thotë që gjithçka që thot, ne duhet ta besojmë 100% dhe është ashtu. Ne duhet ta bëjmë. Atëherë gjithçka ajo na kontrollon neve, bëhet një Zot i ynë. Ktu është frika në kuptimin që është gabimi. Po. Rreziku shpirtëror mirë. Po. Ku qëndron? Rreziku shpirtëror është kjo që ne humbasim komunikimin me Perëndin. Pra, humbasim komunikimin me drejt për drejt me Shkrimin e Shenjtë, humbasim komunikimin me institucionin, me shërbëtorët e Zotit dhe fokusohemi vetëm te inteligjenca artificiale. Për shembull, vim tu te Radio Ngjallja. Radio Ngjallja bën një shërbim shumë të mirë edhe për të përhapur shërbesat fetare. Po. Por kjo shërbes fetare që dëgjohet nëpërmjet Radio Ngjalljes ka funksionin në raste kur personi nuk ka mundësi që të shkojë në kishë. Po. Por nëse personi ka mundësi të shkojë në kishë dhe fokusohet vetëm se do të hapi, për marrë një shembull të thjeshtë, Radio Ngjallje dhe nuk shkon kishë dhe ndjek meshën nga koltuku duke dëgjuar Radio Ngjallje, po bën gabim. Sepse nuk është vetëm komunikimi audio ose dhe vizual, është personi yt duhet të jetë prezent në kishë, jo në kubaturën e kishës, por në misteret e kishës. A kuptove? Sepse njeriu nuk është vetëm sy dhe vesh. E njëjta gjë është kjo punë. Nëse ne do përqendrohemi vetëm te inteligjenca artificiale, kemi një diçka, klikojmë aty, na jep këtë përgjigje dhe mjaftojmë vetëm me kaq dhe nuk kemi një komunikim personal me hynin, që është një qenie personale, ose një komunikim, si thash, me institucionin e personat tjerë, kjo dal nga dal
na robëron dhe na kthen në atë çfarë intereson. Dhe inteligjenca artificiale mbrapa ka njerëz që si theme instrumentalizojnë. Dhe nuk do të çuditemi që ka sot mendje shumë djallëzore që kërkojnë ta manipulojnë njerëzimin dhe ta çojnë drejt një rruge një rrugë pa krye, pa Zot. Sepse një qenie njerëzore pa Zot nuk është më njeri. Ajo kthehet në një kafsh dhe sot duhet dish se ka grupime dhe fetare të cilat sot janë ata që duan të kontrollojnë edhe botën, që njerëzimin e quajnë një kafsh. Prandaj edhe trajtojnë si kafsh. Dhe ne prandaj nuk do të çuditemi në thonjza çfarë po shikojmë dhe dëgjojmë kohën e sotme, ku ndodhin fenomene kaq njerëzore dhe monstruoze ndaj qenies njerëzore, duke filluar nga pedofilia, kanibalizmi. Këto nuk bëhen thjesht sepse këta njerëz kanë pasione të pakontrolluara, psikopatira, por janë fe. Fe të cilët duan të bëjnë njerëzimin thjesht kafsh, dhe ta trajtojnë si kafsh, dhe ta digitalizojnë, ta matrikojnë me vull dhe me numër dhe të jetë një kafsh. Këta kërkojnë të përdorin inteligjencën artificiale për turmat. Prandaj këtu duhet pasur kujdes. Ky është rreziku më i madh. A do shkojmë drejt një idhujtarie moderne? Patjetër ne po shkojmë drejt asaj. Por që kjo do kthehet një bumerang i madh, që kur ta kuptojnë njerëzit ndoshta do jenë shumë vonë. Si do na kthehet? Si do jetë bumerangu? Sepse përsëri ne vim te libri i zbulesës dhe fatkeqësisht bota nuk do shkojë në një progres, po do shkojë në një regres. Kjo nuk do të thotë se jemi profet, si them, dëshpërues. Jemi të vërtet. Ne po citojmë shkrimin e shenjtë. Në shkrimin e shenjtë thuhet që do vi koha që njerëzit do matrikohen nga inteligjenca artificiale që do përdoret dhe do vulosen. Këtë e ke në shkrimin e shenjtë. Kush do ketë vulën, do ketë të drejtë të shes, të blerë dhe të jetë një qenie sociale, qytetare. Kush nuk do ta ketë vulën dhe nuk do kontrollohet nga digitalia, aparatet digitale, dhe këtu flasim inteligjencë artificiale, do quhet i jashtë njerëzimit. Atëherë, çfarë thot? Por çfarë thot shkrimi i shenjtë? Vula thot që ka një kod 666. Dhe çfarë është ky kod 666 që shumë njerëzve ju duket tani se kanë dëgjuar shpesh herë? Është kodi i hyrjes në inteligjencën artificiale. Si për këtë, www. Sepse gjashta në alfabetin hebraik përkthehet me W. Dhe ky është një kod sot hyrjes në këtë inteligjencë artificiale. Do thuash ti rastësi, po pse ta quajmë rastësi? Kjo është thënë para 2000 vjetësh. Dhe sot po shfaqet në botë, pra nuk është rastësi. Por Zoti, duke qenë përtej kohës të hapësirës, e ndriçoi ungjillorin Joan, i cili na tha çfarë do ndodhë në fundin e kohërave. Kuptoni? Prandaj, dhe gjitha këto po bëhen për të kontrolluar njerëzimin. Dhe bëhen në mënyrë shumë diabolike, shumë të fshehtë, vinë me risira e tjera, por që në fund fare njeriu do të gjendet i kontrolluar, siç është dhe sot për shembull. Sot neve na thuan që për shembull kamerat janë shumë të mira që të heqim hajdutërinë, vjedhjen, abuzimet. Por ato në humbin dhe lirinë. Sepse ti je i monitoruar gjithandej, ose kjo që quhet Big Brother sot, vlla i madh, që të mësohemi që ne të jemi të kontrolluar, mos ta bëj përshtypje, që ti kemi kamera dhe në shtëpi. Pra, a kupton çfarë ndodh kjo sot? Pra është një sy që shikon dhe kërkon të shikojë dhe kontrollojë gjithçka. Pse? Pse kërkon të shikojë? Se do t'i kontrollojë pra. Çështja është këtu, pra ne po humbasim gradualisht lirinë. Dhe këtu është momenti që neve sot duhet bëhemi esëll, nuk duhet demi nga zhvillimi i teknologjisë, që thash nuk është e mirë as e keqe, nuk do të bëjmë inkuzitorin, që ti hedhim në turën e druve, ti djegim, por duhet të themi, duhet t'i përdorim aq sa nuk na dhunon dhe kontrollon lirin ton, dhe aq sa nuk e prish etikën ton. Dhe aq më tepër, kur kërkon të rivalizojë Zotin, është demon. Kjo është sfidë, miron për besimin apo një mundësi për ta kuptuar më mirë njeriu? Shën Kozmaj thotë, do vi koha që botën do të drejtojnë balale dhe balule. Çfarë do thotë ai këtë? Çfarë do të thotë balale?
dhe ose do vi koha që djalli do të shëtisi me kungullin e vet. Ai thoshte në mënyrë profetike me një gjuhë shumë popullore, që sot po zhvillohen. Balale dhe alala thoshte tamam, që do të thotë janë këto zhvillimet shkencore që përkojnë të kontrollojnë dhe digitale botën, që duken të mirë në vetvete, po nuk shikojnë të gjithë impaktin që kanë. Ose do vi të kontrollojnë, do shëtisi me kungullin e vet, satelitët. Ai qate në shekullin e 18 ka thënë këto, ja po ndodhi sot. Që na kontrollojnë, na monitorojnë. Prandaj, jemi sot në një kontroll digital që në qoftë se neve do ta vazhdojmë ta lëmë të zhvillohet, kjo do kthehet, ta thash, në një tirani, në një kontroll ku neve nuk do kemi më liri, por në qoftë se këtë do ta lejojmë të hyjë në trupin tonë, se sot inteligjenca artificiale kërkon të miklohet me njeriu, të bëhet njeriu makinë. Dhe duke bërë njeriu makinë, atëherë çfarë po ndodh? Ne nuk do jemi më as mendja jon, ne do na kontrollojë mendja digjitale. Pastaj ti nuk je më asnjëri, ti je një i komanduar dhe kjo pastaj do të jetë fundi i njerëzimit. Nuk e di domethënë, po si ta ndalojmë neve këtë? Miron, çfarë masash duhet marrim? Masa do të marrim është kjo, e para mos të harrojmë që ne jemi në kohën e Perëndis. Dhe kur nuk do të pranojmë që dikush na rivalizoj. Edhe atë që krijojmë vetë. Mos krijojmë zota të tjerë. Unë kam thënë edhe tjetër, Zoti krijoi njeriu, njeriu krijoi robotin. Sepse kërkon të rivalizojë Zotin. Por kur Zoti krijoi njeriu dhe njeriu e sfidoi Zotin dhe i krijoi kaq, si them, telashe Zotit, në thonjza më flas. Çfarë mund t'i krijojë njeriu roboti që mund t'i dalë nga vetvetja? Prandaj çdo gjë ka gardh etik. Sot po bien këmbanat. Edhe shkenca që merret me digitalizimin, por dhe gjithë opinionin ndërkombëtar po shikon rreziqe dhe po kërkon të ngrej gardhe. Është pak vonë më kufiza. Unë mendoj se është vonë, po më mirë vonë se kur. Dhe por prapë po ta them, pavarësisht se dukem si një profet që si them krijoi frikë, që nuk e them unë, ne nuk do ta ndalim dot. Nuk do ta ndalim, sepse shkrimi i shenjtë thotë që kjo ka për të ndodhur. Dhe njerëzit fatkeqësisht do kontrollohen nga digitalizimi. Dhe kjo do t'i vlej frymës antikrist dhe vet antikrishtit. Por deri në fund do kenë njerëz të lirë, që nuk do ta pranojnë të kontrollohen në mënyrë digjitale, ose të pranojnë fen e re të AI-s, por do jenë njerëz të lirë të Perëndis. Këta do jenë besimtarët. Prandaj, dhe besimtarët e kohës së fundit, dhe flasim këtu për krishterët, do të jenë më të mëdhenj se besimtarët e kohës së parë. Dështojnë në numër, domethënë. Jo dështojnë në numër, po do kenë një sfidë shumë të madhe me botën digjitale që do kërkoj kontroll kudo që ata të jenë. Por ata do të rezistojnë deri në fund. Pra do jenë qenie të lira të Perëndis. Kur Perëndia nuk do largohet nga njerëzimi, dhe gjithmonë Perëndia do ketë njerëzit e vet që do jenë si kripa e botës që do të harrojnë botën nga prishja totale, deri në ardhen e tij të dytë. Kjo është sfida që kemi edhe ne si krishterë. Pra ne do ta përdorim digitalizimin derisa nuk do të na kontrollojë. Dhe duhet ta kontrollojmë ne atë. Dhe do t'ju themi edhe njerëzve, duke filluar që nga vetja jonë, që mos të robërohemi, prandaj si thotë kryepeshkopi Johani, duhet kemi dhe agjerim nga digitalizimi. Do me thënë, mos të jemi robëruar gjithë ditën me telefonin, me celularin, me informacionin, por të kemi dhe të abstenojmë. Dhe sot, me sa kam dëgjuar, ka filluar të vendosen, për shembull nga mosha 16 vjeçe poshtë, shumë shtete kërkon rrjetet sociale, sepse po shikojnë që po instrumentalizohen jo sipas shkollës, po sipas kompjuterit. Dhe pra duhet kemi dhe ata agjerimin, do me thënë kreshmimin nga këto, sidomos dhe në kohën e kreshmës që po vjen, mbase është momenti që ta lëm pak më njan anën digjitale dhe të jemi më të fokusuar në një marrëdhënie personale, si me Zotin, si me njëri tjetrin, si me institucionin, si me misteret, që mos të mbasim lirinë. Miron, shumë faleminderit. Faleminderit juve.